të paktën nga ajo që kam mundur të akumuloj si informacion nga të dy palët, problemet apo do kisha thënë mos marrëveshjet me çështjen e ambasadorit ka nisur që prej atij mesazhit të famshëm që doli me gjuhën fyese ndaj shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, për të cilin mezi u konfirmua nëse ka ndodhur ose nuk ka ndodhur. Dhe pas kësaj filloi edhe çështja e protestës së studentëve, për çka pasi që kishte komente apo pasi që kishte përkrahje nga zoti Mejdani apo nga ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut për ta, pastaj kishte akuza se ai është në përndjekje apo ka dëshirë, ka një vendim që ta ndrojnë apo ta heqin nga posti i ambasadorit në Maqedoninë e Veriut, duke e quajtur këtë si një kompromis të mundshëm që e ka bërë Vleni me Shqipërinë. Pastaj edhe kjo u demantua, u tha që nuk ka një vendim të tillë për ta shkarkuar ambasadorin, pra ishin fluska do kisha thënë të lajmeve apo të informacioneve që sa dilin, sa demantoheshin pas disa orësh. Dhe për të mos qenë kjo e mjaftueshme, gjatë ditës së djeshme kishte edhe informacione të tjera që po ashtu fillimisht demantoheshin dhe pastaj konfirmoheshin, si ajo për thirrjen e ministrit, për thirrjen e ambasadorit në Ministrinë e Jashtme për t'i shqiptuar një demarsh për shkak të, siç kanë thënë, deklaratave të tij të fundit publike, që janë cilësuar si tentativë për ndërhyrje në punët e brendshme të shtetit, çka gjatë fillimit të ditës u mohua nga ambasadori, nga ambasada e Shqipërisë, por më vonë u konfirmua se ka ndodhur një gjë e tillë, sepse lajmi doli nga burimet të brendshme brenda ministrisë, pra nuk ishte një njoftim zyrtar, mirëpo lajmi ishte i konfirmuar nga gazetarët dhe nga burimet që arritëm të sigurojmë edhe nga brenda Ministrisë së Jashtme, edhe neve si Euronews Albania arritëm ta konfirmojmë që ka ndodhur një gjë e tillë, pra është thirrur ambasadori, por ai nuk ka qenë prezent dhe në vend të tij ka shkuar zëvendës ambasadori, i cili në mënyrë zyrtare e ka pranuar apo i është shqiptuar demarshi, por nuk kanë mbetur, do kisha thënë, fjalët në nivel negativ, sepse kishte pastaj edhe një njoftim tjetër se pavarësisht se është shqiptuar demarshi, të dy shtetet përsëri kanë për qëllim që vazhdojnë me marrëdhënien e tyre të shkëlqyeshme që është cilësuar nga Ministria e Jashtme e Maqedonisë së Veriut si e tillë, dhe se thjesht do duhet të vazhdojë çdo deklaratë publike në frymën e bashkëpunimit të mirë mes dy shteteve, që të mos cënohet pavarësia apo të mos cënohet thjesht ajo pavarësia politike, do kisha thënë në këtë rast e secilit shtet, dhe të mos keq përdoren akreditimet e ambasadorit për të dhënë deklarata të tilla publike, pavarësisht se si ne i përjetojmë si shqiptar, do të thënë se ishin legjitime ndoshta në një moment të caktuar, apo pavarësisht se për çka ka qenë komenti, do të thënë se gjatë kësaj periudhe kemi patur më shumë ngjarje, nga Ministria e Jashtme kanë kërkuar që të mos ketë përzierje, apo e kanë cilësuar si arritje te kufiri i asaj që nuk është e lejuar për një ambasador të një shteti të huaj, i cili është i akredituar pra në Maqedoninë e Veriut. Faleminderit Ferikan. Ditë të mbar.